Ba, ende nuk mund ta besoj që e larguar, nuk e perceptoj dot, ose më mirë akoma nuk dua ta perceptoj. Është shumë e vështirë për mua të imagjinoj që nuk do të shoh më, që nuk do të flasi më. E di që po vuaj edhe që është e mira kështu, por ike shumë shpejt. Ende kishim shumë për të shijuar së bashku. Sa shumë kërkoja që të luaja botërorin e fundit dhe disa ditë para se të fillonte, ishte pikërisht koha kur ti u përkeqësove më shumë. Ishte era e parë që nuk do të ishe në një turne, por mami më thoshte se të bëhesh e mirë dhe se të ishe mirë për të udhëtuar. Unë të thosha se të arrinim në finale, në mënyrë që ti mund të udhëtoje. Sa herë që përfundonte një ndeshje, prisja dhe më mungonte mesazhi yt. Aty kuptova se situata ishte vërtet e keqe. Megjithatë nuk pushoja së menduari për të shkuar sa më lart që ti ishte e mundur, që të jepja kohë dhe që të shije një ndeshje. Arritu në finale dhe ti nuk mund të ishe aty. Doja ta fitoja për ta marrë me vete tek ti dhe për të treguar një të re. Nuk munda, këmbët nuk më mbanin më. Këtë herë u përpoqja të shkoja kundër fizikës time, por nuk munda. Kur nuk munda të ndihesha mirë. Kur mbërita ti besoje se e kishim humbur finalen në penallti. Nuk mundëm të flistim për asgjë nga gjithçka që ndodhi. Nuk mundë të shijoja asgjë. Nuk u bëm kampion, por nuk e di sa shumë e shijuam çdo ndeshje. Edhe një herë kishe të drejtë. Duhet isha aty dhe ta luaja. Po të tregoj këtë sepse ishte e vetmja gjë për të cilën nuk mundëm të flisnim, sepse për gjithçka tjetër ti tashmë e di të gjitha. Flisim çdo ditë dhe shiheshim sa herë që ishte e mundur për shkak të angazhimeve të mia. Nuk e di çfarë të bëj pa ty, nuk e di si të vazhdoj. Unë vetëm luaja futboll dhe tani kam mjaft dyshime nëse do të vazhdoj ta bëj këtë edhe për shumë kohë. Ishe pranë meje që nga fillimi, kishte mbetur kaq pak deri në fund. Pse nuk durove edhe atë pak dhe ta përfundonim së bashku? E di që lumturia jote ishte të shihje mirë familjen tënde, gruan tënde, fëmijët e tu dhe mbi të gjitha pa e marrë vesh të tjerët të më shihje mua duke luajtur. Që kur isha i vogël gjithmonë kështu ishte. Më çojnë të gjitha stërvitjet sapo ktheheshe nga puna. Në shumë prej tyre më çonte edhe mami, sepse ti ishe duke punuar. Sigurisht në ndeshje nuk mungoje në asnjërin prej tyre. Sa shumë vuaj duke më parë dhe sa shumë gëzoheshe, megjithse kur nuk më dhuroje shumë lavdërime. Ishe baba, mik dhe përfaqësues. Gjithmonë ishe personi që duhet të ishe në çdo moment dhe kur nuk gabove në asgjë. Për te disa qortimeve apo zënkave, gjithmonë kishe të drejtë. Në fund gjithçka përfundonte duke ndodhur ashtu siç thoje ti. Do më mungosh shumë, por gjithmonë do të jesh i pranishëm dhe mbi të gjitha në edukimin e fëmijëve të mi, sepse unë u mësoj dhe i edukoj ashtu siç bëre ti me mua. Pusho në paqe dhe kujdesu për ne nga lart, ashtu siç bëje këtu. Faleminderit për gjithçka. Të dua ba.